Jo, më pyetje për 7.000 euro. Edhe që ato 7.000 euro i kom la unë. E për 7.000 euro i ka thonë ta marrë grunë. Shumë e vërtet, në prezencë teme. Kur e kena intervistu Ilir Bicurin, na ka thonë se ju një kanë dëshmitar kur 93.000 euro ka dhonë Ilir Bicurit. Për çka ka ndodhur kjo punë? Faktikisht, u konë për minimu Ilirit. Që atëra ku e më konë në prezent. Thonë për shkak problemeve të Ilirit që kja pas shumë. Çfarë probleme ka pas? Ka pas probleme me borgje fajdigji. U dihet gjithë Gjakova. Edhe më tha mu, tha ati nimojmë, tha se gjyna, tha se ka, jenë ka e mëllojnë shumë. Edhe unë qysh kisha qef minimu Ilirit, i thash Ilirit, aman. Për në fillim u konë, sa e më konë në Ljeni, në fillim, tha se kjo i ka pas me 1500. Tha, për jamar, dikun tha me 7, të dikush, jo të vetët. Edhe ku i thash, aman, Iliri, tha, një manë, thujtë, mermi, se aji më besoj ke mu. Edhe mu mi ka pru 93.000 euro në shpi, ka dhe të shmitar. Edhe unë e kom thirë Ilirin, i ka marë. Po, pas taj shka u bo, unë si më konë më ndjerni, sepse unë kom hecë për Gjermani. Edhe... A u përmen fajdja në atë ko? Në fillim po. Betohet që kur nuk i ka marrë Ilirit fajde. Pa e ka përmen që për jep me fajde? Në fillim po. U konë pyetje në 7%. Për me hik një 15 që tjetër? Po. 15% dikun tjetër? Po, i ka marrë, ja ka dhonë 93.000 euro Ilirit. Une nuk jam konë mo prezent, masandaj shka u bo. Mas sa kohë ku marrë vesh që ka dugojnë e Ilirit, a ka ble, a i thot e kom ble fajde si kom marrë kur betohet. Po si ka marrë fajde, po që shna ka deklaru Iliri, ja ka marrë një dyqan, një podrum, një obër. Po, ato i ka edhe sot. Problemi është që këta ato mujnë me sëqaru, qyshe tek i ka marrë. Po, amo për fajde a i betohet që nuk i ka marrë kur Ilirit as një cent fajde. Se une jam konsultu me ta, i kom thonë qysh është boj që kjo punë, mi ka qitë kontratat, thot që ku e ka të shkru me 93.000. Ju pas këtë qenë mik i Ilirit, a keni ndërmjetësu na i herë për fajde, a ke pas, a e din që kjo ka marrë fajde? Fajde ka marrë Iliri shumë, është e tishme, jo une po e din, thuja se krejt Gjakova. Une ka ndodhë që kom garantu për ta, edhe ka ndodhë që edhe i kom këthy për ta. Iliri nga ka thonë se ju keni ka në dëshmitar kur jënë dhonë dhe 14.000 euro fajde. Po. Ja ka dhonë Ilirit? Po. Edhe për që ato 14.000 euro ju kanë marrë Ilirit 2 banesa. Une nuk jam konë prezent kur ja kanë marrë, po e di që ja kanë marrë. A e konë prezent kur janë dhonë paret? Po, Iliri ka marrë jo i herë, po ka marrë shumë herë. Kom qenë une për mi, ku di unë sa herë, prezent. Ka marrë, është e vërtet. A ka posë edhe në rast tjetër ku ke ndërhy me i qetësu ose me... Po. Shpesh herë, me qëta djetit përsan. Kom ndërhy une, se jo bëjshin këti shumë, ata i lipshin. Dërshim gjeshim tjetër kun, me ja u qu. Ka pas raste. Iliri po deklaron që u ka një kërcnum edhe nuk ka guxu me i deklaru në polici. Jo, për shembull, mas i e keni dita, keni marrë mundin me shku na janë polici dhe me tregu? Unë nuk jem konë këtu, se unë e kom s'ko marrë mu, kom shku në Gjermani edhe një 5 vjetë që marrë hiq. Po unë e kom ditë, se këtu Gjakova e vogël, më kanë tregu gjinja që Iliri është smut, nuk është mirë. Iliri faktikisht u konë njeri shumë human, i ka një mu gjindve. Po ka pas taksiratin mu lidhë me këta njerëz, edhe e kanë dëmtu shumë. Sa është e rrezikshme mu marrë me ndërmjetësu qashtu në një qasi rastit fajde, për shembull? Më varet qysh, se edhe ata i zgjedhin gjinën. Më varet. Unë për vetë s'kom pas asjerë probleme ta. Kur kom ndërhy, kom thonë, lene Ilirin, 1-2 mujtë qete e kanë lonë. Masë gjina s'ka, bile kom pas rast edhe unë me shku me ndërhy njëherë. Gruja dhe nona Ilirit më kanë thjerë, kur i kanë shku do si njef ata. Iliri njef. I kanë shku në shpi, i kanë kërcnu. Më kanë thjerë mu, jem shku. A e kom prezent në herë kur i ka thonë dikush që ka me ta marrë grunë? Po. Kush i ka thonë? Nuk i njef kush janë ata. Jo, më pyetje për 7.000 euro. Edhe që ato 7.000 euro i kom la unë.
Kum shku, kum ndërhy, edhe ja kum la njerit 7.000 euro. E për 7.000 euro i ka thonë ta marrë gruan. Po, shumë me vërtet, në prezencë teme. Për fat keq ka si njerëz. A ka shumë? Duhet me pas. Tuk se i kemi këto situata.